Kemi është ka 80 puse dhe futën ato serpentina në pus. Pra në verë kur temperatura jashtë është 40 gradë, aty është 15 gradë, pa nuk ka nevojë ta marrë nga 40 ta bie 20, po e merr nga 15 dhe e çon pra është e ka të gatshme. E njëjta gjë është edhe në verë, edhe në dimër. Pra në dimër kur temperaturat jashtë në ftohta, temperatura e tokës është 15 gradë. Pra është njësoj si kur shfrytëzojmë energjinë e diellit, pra është energji e inovueshme. E shohim një minutë atë, pastaj shkojmë aty tek salla, edhe bisedojmë edhe bëjmë edhe konsultohemi së bashku. Pra kjo është nga të vetmet sisteme pompë nxehtësie, e cila është pompë nxehtësie geotermale. Ktu shfrytëzohet nxehtësia e tokës. Ne do kemi parasysh diçka që nxehtësia e tokës nuk ndryshon, është gjithmonë konstante. Në 365 ditë të vitit, temperatura është pak a shumë konstante. Ktu rezulton të jetë 15 gradë, si në verë, si në dimër. Sigurisht që këto kanë hapur 80 puse, pra kanë futur 80 element serpentina brenda për të shfrytëzuar nxehtësinë e tokës. Që do thotë, kursehet 5 herë gjysmë, kursehet energjia. Pra, vërtet investimi fillestar është shumë i lartë, por në 2 vite, në 3 vite e lanë vetveten duke kursyer energjinë. Shfrytëzohet edhe për në verë, po edhe në dimër. Pra edhe për ngrohje, edhe për ftoje. Sigurisht që sistemet brenda janë gjithë pabara në kuptimin që ju e dini, një sistem qendror që kjo do të thotë që vetëm sistemi qendror me pompë nxehtësie mund përdor dhe një apartament në një shtëpi. Në një shtëpi edhe ato kanë element shumë më të madh në krahasim me sistemet tjera. Merret me ujë nga rrjeti për të shku ujë, po ai ujë çakullon duke bërë ftojen në një kull. Kullashme. Bravo. Mirë, ikim atëherë brenda. Hajde. Do thoni ju shlidhe kemi në ngrojë globale. Ngrojë globale është problemi që temperaturat po ngrihen çdo ditë dhe pjesë e kësaj jemi edhe neve. Pse jemi neve? Sigurisht që pjesën kryesore të ngrojës globale e zen gazet që çlirohen nga makinat, nga termocentralet, pra CO2-shi. Por një pjesë konsiderueshme kemi edhe neve. Ku kemi ne? Gazet që përdoren nga sistemet e ftohjes dhe kondicionimit janë gazet që kanë potencial të jashtëzakonshëm ndaj ngrojës globale. Potencial vërtet sasia që rrjedhin nga gazet tona janë pak, por efekti i tyre është shumë i madh. Është me mijëra herë. Për shembull, gazi R404 e ka 4000 herë, pra më të madh se sa CO2-shi. Gazet e tjera, gazi R23 ka 14000 herë. Pra, vërtet sasia është shumë e vogël, por efekti është shumë i madh. Dhe fatikisht, nëse aktualisht efekti ngrojën globale për gazet e fluoruara, për gazet që përmbajnë florë që themi neve, këto gazet që përdorim aktualisht ne, është diku ke 3 deri në 4%. Nëse vazhdohet me këtë ritëm, deri vitin 2050, 10% të ngrojës globale do jetë përgjegjës sistemet e ftohjes dhe kondicionimit, pra gazet që përdorim aktualisht, gazet fluoruara.